Ja ku jam njerëz. Unë jam Armand Xhuli dhe jam këtu sot, si kundër javën e shkuar, këtu në Radio Sol, në frekuencën 89 MHz për emisionin Mesazhi i yjeve në fat e në muzikë. Pra, për horoskopin dhe poezin, i cili mundsohet nga Croissant Bono. Shpresoj që javën e kaluar dikush na ketë dëgjuar e dikë ta kemi ndihmuar. Gjithashtu, shpresoj që me mesazhin e yllit muzikës John Lennon dikë ta kemi kënaqur e argëtuar. Mos harroni të na ndiqni në kanalin YouTube Sol 89. Tani, po filloj horoskopin. Dashi. Në romanin dhe në filmin e njohur Harry Potter janë disa persona të zakonshëm që nuk kanë asnjë fuqi magjike ose të jashtëzakonshme. Ata quhen Muggles, që unë në shqip do t'i quaja dudum ose losha. Dhe në roman, ashtu si dhe në film, janë të përshkruar pak si budallënj, sepse nuk janë në gjendje as ta perceptojnë botën magjike rreth tyre, imagjino të tjerat. Parashikoj për javën në vazhdim i dashur dëgjues apo dëgjuese qofshe shenjës dashit, që edhe ti janë pak me këto personazhe. Pra, duhet fillosh të zgjohesh e të shohësh sa gjëra rreth rrotull teje që deri më tani nuk i ke parë. Vetëm kështu do arish të mbushësh një boshllik të krijuar si në aftësitë tua, si në dijet të deritanishme. Kur ti arish ke për thënë, o Zot, sa e lehtë pas ka qenë. Demi. Njerëz, Susan Lori Parks është një shkrimtare, dramaturge dhe skenariste amerikane e cila ka fituar 12 çmime dhe është e para afroamerikane që ka fituar çmimin Pulitzer. Është e shenjës Demit. Ajo në periudhën nëntor 2002-nëntor 2003, pra në një periudhë një vjeçare, ka shkruar nga një vepër të shkurtër çdo ditë. Besoj se edhe ju të dashur dëgjues apo dëgjuese qofshit të shenjës Demit, mund të jeni po kaq rezultativ gjatë këtij viti. Cili do qoftë specialiteti që keni, është e rëndësishme të shpreheni në mënyrë origjinale. Dhe unë jam i sigurt që keni përgjetur forcën e duhur, mënyrën dhe dëshirën për ta bërë, por duhet filloni që këtë javë. Binjakët. Njerëz, diamantet janë simboli i elegancës dhe i bukurisë, prandaj janë të vendosura mbi gjitha bijuteritë me vlerë. Por 80% e diamantëve të botës ka një funksion shumë më praktik. Falë fortësisë së tyre dhe rezistencës ndaj temperaturave, diamantët përdoren për makineri të ndryshme në industrinë mekanike, si për të prerë, për të rasketuar, për të mprehur detaje të ndryshme, për prerje, precisioni e të tjera. Kjo statistikë që thash vlen për ty, i dashur apo e dashur dëgjuese e shenjës binjakëve. Pse? Sepse është momenti që edhe ti të rregullosh raportet brenda vetes. Të duhen vetëm 20% të aftësive të tua për dukjen dhe 80% të tjerat duhet i përdorësh për të mprehur, për të limuar apo për të saksuar gjërat brenda vetes. Pra, është momenti për t'u marrë pak me veten. Gaforia. Ishulli Maui është i dyti për nga madhësia në arqipelagun e Hawait. Në vitin 1992, 30.000 afrikanë firmosën një peticion nëpërmjet të cilit i kërkonin guvernatorit të Hawait të ndronte emrin e ishullit nga Maui në Gilligan, që ishte emri i një ishulli të përdorur në serialin amerikan Gilligan's Island, një serial me 98 episode, i transmetuar në Amerikë nga viti 1964 deri në vitin 1967. Fatmirësisht, kjo kërkesë nuk u mor parasysh. Dhe kështu, një nga vendet më të bukura të planetit nuk ka sot emrin e sajuar të një ishulli të një serie idiote televizive. Dëgjues apo dëgjuese qofsh e shenjës gafores. Duke filluar nga kjo javë e për gjithë periudhën e vazhdim, të rekomandoj të mos merresh me budalliqe të këtij lloji. Mesazhi i yjeve thot: gjatë këtij viti ke për të pasur boll energji për t'ia dedikuar problemeve shoqërore, por është shumë e rëndësishme të zgjedhësh objektivat e duhura, që e meritojnë pasionin tënd inteligjent dhe që kanë të paktën një mundësi suksesi.
mos i hyr rrugëve pa krye. Luani, Pallati i Versailles, ose si që është në frëngjisht Chateau de Versailles, një herë një kohë banoi nga mbreti i Francës Luigi XIV dhe nga obërtarët e tij dhe ishte zemra e qeverisë franceze. Edhe sot, Pallati i Versailles është simboli i civilizimit të rafinuar dhe pasurisë së jashtëzakonshme të asaj kohe. Pallati i Versailles njerëzi një sipërfaqe më shumë se 10 hektarë dhe brenda tij ka 700 dhoma, mbi 2500 dritare, 352 xhak, 483 pasqyra. Obori i pallatit ka 42 kilometra rrugica dhe 600 shatrivan. Përveç këtyre ka dhe 35 kilometra tubacione ujë. Dhe të mendosh që emri Versailles do të thotë tokë e djerë, tokë e pastruar nga barrat e këqija, tokë e pashfrytzuar. Përpara se të transformohej në këtë qendër të fuqishme luksoze, ishte një kënet e rëndomt. Ky shembull, duke filluar që sot, duhet jetë frymëzuesi yt për muajt e ardhshëm i dashur dëgjues apo dëgjuese qofsh e shenjës së Luanit. Versailles le të jetë shembull i kalimit në një gjendje të re i një transformimi i cili është gati për të filluar. Virgjëresha. Amerikani George Rager, i shenjës Virgjëreshës, është një tifoz i çmendur i filmave me kartona të Walt Disney. Ai ka në trup më shumë se 2000 tatuazhe me figura kartonash. Në qoftë se këtë vit ke ndërmend në një gjë të tillë i dashur dëgjues apo dëgjuese qofsh e shenjës së Virgjëreshës, të këshilloj t'i drejtohesh sa gjërave më dinjitoze se sa filmat me kartona. Për shembull, mund të bësh në kuriz në një pikturë të Picassos, apo të shkruash një gjoks në një poezit në Nerudës, apo në një pentagram të Mozartit të përkëmb. Po ta them sepse në muajt e ardhshëm do të kesh ndikime të ndryshme, por duhet të zgjedhësh ato më të fismet. Peshorja. Në gjuhën fisnike të aztekëve, termi Teokutitlati donte të thoshte jashtëqitja e Zotit, por që në gjuhën e përditshme përdore kur flitej për Floririn, duke e konsideruar si dhuratë të shenjtë me cilësitë dhe defektet e veta. Floriri i bënte njerëzit të pasur, por mund t'i bënte edhe lakmimtar, kurnac dhe me fiksime, sikundër sot kemi me shumicë të tillë. Pra, Floriri të bënte të pasur, por ishte dhe arsyeja e konflikteve dhe e luftrave. Kam frikë se gjatë këtij viti i dashur dëgjues apo dëgjuese e shenjës peshores, do të duhet të përballesh me mbritjen e një trashëgimie ose dhurate që mund të të vejë përballë një situate të tillë që mund të kalosh edhe në anën e gabuar. Më premto që do të dish ta përdorësh pa humbur ndershmërinë. Akrepi. O njeri, bura grua qofshi shenjës së akrepit. Çfarë magjie do doje të të bënin për këtë vit? Kujdes, se përgjigja nuk është aq e thjeshtë. Nuk dua të tremb, por dua që të jesh i përgatitur edhe për pasojat që magjia ka. Pra po të bëj pyetje ndryshe. Do të doje të të bënin një magji për këtë vit që po mbaron? Përgjigju po, vetëm në qoftë se je i sigurt që kjo magji do të ndihmonte për të realizuar një ëndër ose një dëshirë. Dhe për mbi të gjitha, sigurohu që personi ose objekti pas të cilit do të magjepseshe të reflektoj vetëm dashuri. I dashur dëgjues apo dëgjuese e shenjës së akrepit, mos haro vetëm dashuri. Shigjetari. Environmental Working Group, që është shoqata për kontrollin e ambientit, ushqimeve dhe prodhimeve ushqimore në Amerikë, 22 vjet më parë ka nxjerrë një botim me titull Efektet e mishngërënies në ndryshimet e klimës dhe të shëndetit. Konkluzioni i kërkimeve dhe studimeve të tyre është se në qoftë se çdo amerikan do të hiqte djathtin dhe mishin vetëm një ditë në javë, shkarkimi i gazrave do të zvoglohej njësoj sikur atë ditë të hiqje nga qarkullimi 7.6 milion automobila. Unë nuk e di se sa e vërtetë është kjo, dhe nuk e besoj. Por këshilla ime për ty i dashur dëgjues apo dëgjuese qofsh e shenjës shigjetarit është
se duhet të angazhosh e të analizosh disa gjëra në dukje të vogla, që janë gjëra të karakterit, të cilat do të sjellin përmirësime të mëdha. Britsjapi. Kush ka mbajtur plumba e di që plumbat kanë aftësinë e jashtëzakonshme për ta gjetur shtëpinë edhe në qindra kilometra distancë. Ata kanë një busull brenda që i lejon të shohin dhe të njohin fushat magnetike të tokës. Kanë dhe aftësinë që të krijojnë hartën e tyre të aromave. Këto të dhëna i ndihmojnë gjatë fluturimit dhe kjo, sipas një ekipi shkencëtarësh, të cilët kanë bërë disa eksperimente të çuditshme dhe kanë zbuluar se nëse plumbave ju bllokon anën e djathtë të undës, aftësitë e tyre keq funksionojnë. Nëse i bllokon të majtën, nuk kanë asnjë problem. Ç'lidhje ka kjo me mua, do të pyes si ti i dashur dëgjues apo dëgjuese qofshe shenjës britsjapit. Deri tani, në formë metafore ti ke qenë një plumb që donte të gjente shtëpinë me anën e djathtë të hundës të bllokuar, por ka ardhur momenti ta zhbllokosh. Në periudhën e vazhdim, nuk duhet të kesh më dyshime për shtëpinë tënde, për qëllimin tënd, për shoqërinë e duhur që duhet zgjedhësh, apo edhe për synimin tënd. Okej, zhbllokoje anën e djathtë të hundës. Ujori. Në 15 janar 1885, amerikani Wilson Bentley, i shenjës së ujorit, fotografoi flokun e parë të borës. Në 46 vjet të vazhdim arriti të bënte edhe 5000 foto të tjera që unë të t'i quaja mrekulli të vogla. Ishte Wilson Bentley i pari që duke u bazuar tek fotot e bëra ka deklaruar se nuk ka dy flok bore një lloj. Në ditën e vazhdime dashur dëgjues apo dëgjues qofshi shenjës së ujorit, këshilloj të frymëzohesh nga ky njeri. Tani është momenti më i mirë për të hedhur bazat e një projekti që ke në kokë, që do të jetë për shumë kohë ai që do të ngacmojë fantazinë tënde. Për realizimin dhe për të arritur nivelet që kërkon ndoshta do të duhen vite, por është momenti të fillosh. Mos haro se është më mirë të ecësh kot se sa të rrish kot. Peshqit. Një nga mësuesit Aleksandrit Madh ishte filozofi dhe shkencëtari i madh Aristoteli, që kishte qenë nxënës i Platonit dhe Platoni kishte qenë nxënës i Sokratit. Pra, të gjithë këta njerëz të mëdhenj kishin mësuar nga njëri tjetri. Për vitin në vazhdim, ose për këtë pjesë të vitit që ka mbetur, ti i dashur dëgjues apo dëgjuese qofsh e shenjës peshqve, duhet të dëgjosh dhe të mësosh pak më shumë nga njerëz të mençur dhe të suksesshëm që ke rreth rrotull. Kam përshtypjen që duhet të shkëputesh dhe të heqësh dorë nga kultura dhe informacioni i copëzuar që të arrin nëpërmjet internetit apo nga televizori. Duhet ta ushqesh trurin me gjëra më të rëndësishme se sa ato që i merr nëpërmjet takimeve të rastësishme dhe burimeve të pasigurta. Është momenti që të përballesh me vendosmëri me gjëra që do të shërbejnë në jetë. Ky ishte horoskopi dhe për këtë javë njerëz, mesazhi i horoskopit domethënë, dhe tani edhe një shikim poezisë. Sot do t'ju flas për një këngë proteste, një këngë reflektimi pacifiste, për një poezi të muzikuar më 9 korrik 1962 nga kantautori Bob Dylan dhe e publikuar në maj të vitit 1963 në albumin e tij The Free Willing Bob Dylan. Kënga titullohet Blowing in the Wind. Për vite me radhë, kjo këngë u bë hymni i rinisë amerikane në lëvizjet pacifiste, paqësore domethënë, kundër luftës së totë dhe luftës në Vietnam. Mesazhet e kësaj poezie janë një metafore jashtëzakonshme për atë njeri që megjithëse 2000 e më shumë vjet zhvillim civilizim, akoma nuk është ndërgjegjësuar e akoma vazhdon të gabojë rënd. Metafora është kudo, që në vargun e parë kur autori pyet se sa kohë duhet që të meritohet emri njeri. Në vargun e mëpasëm kur flet për plumbin e bardhë, simbolin e lirisë, kur flet për qiellin si simbol i dritës. Bob Dylan me këtë poezi i bën apel njerëzve, atyre që luftën e kërkojnë për t'u pasuruar, në kurisë të atyre që vriten e të atyre që i qajnë pranë të vrarëve, duke i pyetur sa gjak akoma duhet të derdhet. Autori bën apel ndaj luftës bërthamore, maleve që mund të përfundojnë në det,
indiferencës ndaj lirisë, të cilën njerëzit e shohin, e bëjnë sikur nuk ekziston. Është një apel i hapur ndaj njerëzimit, ndaj paaftësisë së njerëzimit për t'i vënë fre gjithë kësaj situate luftrash që sot janë më aktuale se kur, edhe e gjithë kjo protestë, ky apel është ndërtuar thjesht mbi një pyetje, përgjigjen e së cilës ne e kemi në ajër, e kemi kudo, vetë era na e sjell. Duhet vetëm ta dëgjojmë, ta pranojmë e të gjejmë zgjidhje. Bob Dylan i drejtohet gjithë njerëzve duke i quajtur thjesht në njëjës, miku im. Përgjigjen e ke në ajër, era po ta sjell. Dhe mua, ndikuar nga Bob Dylan, dhe duke parë se çfarë po ndodh në botë, në Ukrainë, në Palestinë, apo në shumë vende të Afrikës, natyrisht më vjen pyetja, sa kohë akoma njeriu do të vazhdojë të krijojë luftra përpara se ta kuptojë që urrëtia nuk duhet të ekzistojë. Dhe gjithashtu, natyrisht sekundër edhe Bob Dylan, unë ju drejtohem gjithë njerëzve thjesht në njëjës, miku im, përgjigjen era po ta sjell, përgjigjen në ajër e ke. Dhe tani, ja se si apelon Bob Dylan në vargjet e tij nga unë të shqipëruara. Sa rrugë duhet akoma njeriu të përshkojë përpara se emri njeri ta meritojë. Dhe sa detra akoma plumbi bardh duhet kalojë përpara se në breg të ulet të pushojë. Edhe sa bomba akoma duhet të shpërthejnë përpara se t'i braktisim një herë për gjithmonë. Sa kohë akoma mali do të rezistojë përpara se i coptuar në det të përfundojë. Edhe sa vjet akoma duhet jetojë njeri i mirë përpara se të mbri të jetë vërtet i lirë. Dhe sa herë akoma kokën do ta kthejë ky njeri duke u shtirë se nuk e sheh këtë liri. Dhe sa herë akoma njeriu duhet ta ngrejë vështrimin përpara se të mbri ta shohë vërtet qiellin. Dhe sa vesh akoma njerëzit duhet të kenë të dëgjojnë që pranë tyre të tjerë njerëz po vajtojnë. Edhe sa gjak akoma duhet të derdhet në botë që njerëzit ta kuptojnë se sa shumë të vdekur kot. Përgjigjen miku im, në ajër ti e ke, përgjigjen era po ta sjell. Blowing in the Wind, Bob Dylan. Dhe tani, këtë këngë, si çdo herë, në çdo fund emisioni, do ta dëgjoni të interpretuar nga miq tan Kolsheu, Eni Nelko dhe Bledi Seiko, që së bashku kanë një band të cilin e kanë quajtur anglisht BBB, që do thotë Blue Bird Band. Dhe tani, nga Blue Bird Band, Blowing in the Wind, e ndërkohë, falënderojmë Kryesa Bonën për këtë mundësi që na dha. Qofshi mirë, kudo qofshi. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the wife have seen before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed in the sea?
How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times must a man turn his head, pretending it is to see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.